Hapen thojzat, Naim Murseli e ka një informat për Granit Plavën që i ka kryer 2 vrasje të pasqaruara. Kjo është kredi në bankë ekonomike, nuk ka të bëj kjo me bugjet pasollë. Bile është shumë gabim me përmend. Unë pa akuzuar për vrasje, jo për krime ekonomike. A e keni ju kopjen e kërkesës së drejtorit të qendrës së paraburgimit nga administratori i burgut? A keni kërkuar ndonjëherë që të vinë hetuesit për të biseduar me juve në shkresat e lëndës, të cilat janë të dorëzuara avokatëve tuaj, mbrojtësve tuaj? Ekziston emaili i drejtuar nga drejtoria, nga administrata e burgut në Podujev për t'ua dërguar hetuesve hapi thojzat, sepse hapen thojzat. Janë pranuar informata në lidhje me të paraburgosurin Granit Plava, në të cilin thuhet përsëri hapen thojzat, Naim Murseli e ka një informat për Granit Plavën që i ka kryer 2 vrasje të pasqaruara. Gjithashtu, ai ka deklaruar që ka informata për një armë të fshehur të llojit Kalashnikov, pas së cilës prokuroria i ka dhënë autorizim hetuesve që të vinë të bisedojnë me juve. A ju kujtohet kjo vizit nga ana e hetuesve në njësinë e Paraburgut në Dyz? Po, më kujtohet ajo vizit. Ata kanë ardhur pa dijenin time, pa kërkesën time, si dhe pa avokatën mi. Jo, nuk e mohoj që jam takuar me ta, por e mohoj që ka ndodhur ashtu si që the ti, me kërkesën time. Dhe po ashtu nuk ka asnjë proces verbal nuk ekziston nga ai takim. Nuk është prova ajo. Gjatë marrjes në pyetje nga ana e mbrojtësve tuaj për gjendjen tuaj financiare, keni thënë që nuk keni pasur kurfar borxhesh dhe që kjo është shpifje. Për shpifje kum pas fjalën që kënë se e ku majtë lirdonën me dorë, kur kanë ndodhë vrasja. Për shpifje? Për ato kum pas fjalën. Nëse nuk ma e fjallën, Avokat unë me vishë një librat edhe shkojnë. Avokat? Unë jam avokat profesor që 3 për shvetë. Avokat nuk të kom po. Avokat nuk të kom po. Për tiri son... Jo, ne nuk më dëgjoj. Ti je më dëgju mu këtu avokat. Avokat, ti pe qënë dorën për tiri so është duke u deklaru prokurorja. Ka shkëm, na i viste u... Naim, për shpifje keni folur në pjesën për çështje financiare. A ju kujtohet kjo? Jo, nuk më kujtohet. Po si do qoftë edhe ajo nuk është e vërtetë. Dëgjoj, unë nuk më thonë që nuk kam borxhe, por ato shuma që përmende nuk ekzistojnë. 500.000 euro. A keni kontratën për huazim me Bexhet Pacollin në shumë prej 130.000 eurosh, ku 30.000 euro ja keni kthyer, ndërsa 100.000 ka mbetur të nënshkruara me 27/7/2021. Jo, nuk kam asnjë. Nuk e kam atë kontratë. Naim, kjo është kopja e kësaj kontrate dhe mund ta shiqoni. Kjo s'ka lidhje me Bexhet Pacollin. Shifeni lart çka shkruan. Kjo është kredi në bankë ekonomike, nuk ka të bëj kjo me Bexhet Pacollin. Bile është shumë gabim me përmend. Unë pa akuzuar për vrasje, jo për krime ekonomike. Kjo është kontratë borxhi e vërtet. Por Mes te edhe? mes me edhe zotit Pacolli. Në rregull. Shuma? 100.000 euro dhe thot këto ka normë interesi vjetor për 0% dhe nuk tregon kur ka qenë përfundimi i kësaj borxhi. Afati Se kene para po afatin e shtyrës borxhit. Jo. Okej. Agnes, merret kënd. Tash taj do postoj. ka ekzistuar po. Kaj. Por është shlyer në mënyra të tjera. Në bankën BKT kemi pranuar raportin me 31/2024 që borxhi juaj 31 janar 2024 që borxhi juaj i përgjithshëm në atë bank është 299.296.77 cent. Siç e kam përmendur herën e kaluar, unë dhe bashkëshortja ime Lirdona kemi blerë një shtëpi
përmes kredisë në BKT. Do të thotë, ajo shumë është kredia e shtëpisë. A është borç ky, a quhet borç? Ka dallim, sepse ajo kredi ka qenë shtëpia në hipotekë. Nuk e pagun ta merr shtëpinë. Sepse ai borx për atë kredi kemi lënë shtëpi në hipotekë. Nëse nuk e paguajm, banka e merr shtëpinë. Po, kjo është universal. Sepse Granit Klava ka deklaruar që me një që 6-7 vite, gjë që nuk është e vërtetë, dhe prandaj e kom cek. Që jam dëgju me to çdo ditë, unë jam taku me to vetëm kur ka qenë kushtrimi, kur ka qenë me kushtrimin, përveç asoj dite. Konkretisht, një ditë para vrasjes me datën 28/11/2023, shoka po shoku, presje, me siguri nesër përfundon. Presje, atë ka thënë kuqa kë shkronja e madhe, që para dite byllën thojzat. A ju kujtohet që ja keni dërguar këtë porosi natën para vrasjes bashortës suaj? Jo, nuk kujtohet. Morim seancën për ndërprim pra prokurore, vazhdojmë sesionin e pasditës, i meni çdo pyetje që keni më ja bën në raport me provat materiale, i meni.